një rrugë të vetme për të shku në mrekullinë e Valbonës. U desh të vinim ne që t'i bënim edhe ato male me rrugë, edhe që njerëzit shqiptarët huaj të zbulonin malet e Shqipërisë. Por nuk mjafton me kaq. Se që ta bëjmë Shqipërinë si Zvicrën e si Austrinë në përmale, duhet të bëjmë edhe atje. Duhet vendosim edhe atje pikat e turizmit që vjen me shumë para dhe që i lë shumë para vëndit. Kështu që ne kemi shumë për të punë për të bërë zogu. Prandaj, i kemi nda punët. Influencerat, aty ke... Si është ajo? Blogerat të kapin njëni tjetrin, njëni të vishet si Flamengo, tjetri të vishet si unë, edhe të luftojnë kush fito. Këta të tjerët që si hienat po i përpunojnë, po i ngatrojnë, po i bëjnë salat, do e nxjerrin kokën një nga një. Po që kur e nxori kokën ai që thot rrethi është 4 orë, u pa puna. Tani do dalin dhe ca patriot tjerë, jam i bindur unë. Po ata patriotët duhet ta kenë parasysh një gjë, që kanë bërë shumë para të pa deklaruara me kauzat patriotike. Jo se është punë drejgji politika. Kështu që zogu, Loro Borici madhi thoshte, shiu ka punë e vetë, ne kemi punën tonë. Puna jonë është ta bëjmë Shqipërinë një vend ku të gjithë ata të rit atje, të mos kenë më nevojë kurrë që të mendojnë se duhet hik nga Shqipëria se nuk ka zgjedhje këtu, po të kenë gjithmonë 2 zgjedhje. Kush do të ri dhe ta ketë mundësinë siç e kanë ata të tjerët në Europë, kush do tiki, sepse nuk jemi më në bunkerin e Enver Hoxhës. Apo jo, se në qoftë se qohen italianët, e thonë Italia është e italianëve, e në qoftë se qohen grekët, e thonë Greqia është e grekëve, sa shqiptarë janë andej, që i marrin i ngrejnë edhe i sjellin këtej. Jo, mërë jo. Jo. Shqipëria është e Europës. Shqiptarët janë të Shqipërisë. Shumë faleminderit. Rrodh Partia Socialiste.